Sikurse edhe e citova, në fakt, unë do të kisha dëshirë që të bënim një vështrim të përgjithshëm, po e quaj mbi atë se çfarë ka prodhuar drejtësia përgjatë këtij viti. Në gjykimin tënd, cili është bilanci në këto ditë të fundit të 2025-s? Do të bëjmë një dallim midis drejtësisë dhe SPAK-ut, sepse SPAK-u nuk është drejtësia, drejtësia është një gjykatë e pavarur e paanshme, e cila nuk i nënshtrohet askujt tjetër përveç kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë, të cilat duhet të jenë në armoni me njëra tjetrën dhe të japin drejtësinë e duhur sipas provave që duhet të ketë grumbulluar organi procedurial që është SPAK-u në rastin konkret, edhe në rast se do të merremi me persona të cilët kanë një influencë politike dhe financiare në vendin tonë. Sepse është keq përdorur shumë fjali e SPAK-ut, sikur SPAK-u është drejtësia dhe përderisa SPAK-u ndaj një institucioni apo ndaj një personi vendos pranga, sigurisht që ai është i fajshëm, por jo, në perceptimin e publik mund të kemi një institucion i cili kryen hetimet, por kjo nuk do të thotë që personat juridik apo fizik janë persona të dënueshëm. Thjesht mbetet që një gjykatë e cila duhet të jetë gjithmonë e pavarur në kuptimin që mos të jetë në pengmarrje e SPAK-ut. Si rastet të mëparshme që kemi parë gjykatës marrin vendimarrje duke qenë të hetuar nga SPAK-u. Pra, në këtë kuptim ajo gjykatë nuk është e pavarur dhe e paanshme që të marrë një vendim kundër institucionit që heton, ose politika që është hetuar nga SPAK-u nuk mund të marrë një vendim ashtu siç duhet për të përmirësuar gabimet e reformës në drejtësi.